Mjekët e mbajnë në sekret. Vetëm një pjatë me fasule 3 herë në javë na mbron nga ky problem. Proteinat që gjenden te fasulet mund të ndihmojnë në parandalimin e humbjes së kujtesës. Një studim në Universitetin Kyushu në Japoni ka treguar se personat të cilët kanë konsumuar fasule kanë patur gjithashtu një përmirësim të shëndetit të tyre. Kur proteina e fasuleve zbërthehet, ajo bëhet dipeptidi molekulave të trurit dhe kështu mund të ndikojë te kujtesa. Në një studim të botuar në revistën shkencore Science of Food, një grup mish u injektuar me molekula që stimulonin sëmundjen e Alzheimerit, ndërsa disa prej tyre ishin ushqyer edhe me proteina të fasuleve. Si rezultat, ato të cilët morën proteinën e fasules nuk preken nga problemet e Alzheimerit siç ishin prekur ata të cilët nuk e morin atë. Toshiro Matsui, profesori i fakultetit, tregoi se studime të tilla tregojnë se fasulet kanë ndikime pozitive edhe në mirëqenien tuaj, vetëm se duhet i konsumoni të gatuara mirë.